Njallë në Kroaci, Ermina Lekaj Përlaskaj, që është këshilltare në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kroacisë, e kemi drejt për drejt nga Zagrebi. Faleminderit për kohën zonja Lekaj Përlaskaj. Së pari do t'ju pyes për aspektet politike të raporteve mes Republikës së Kosovës dhe Kroacisë në ndrithijet e veprimeve të gjykatës speciale. Qysh shihet në Zagrebin zyrtar ekzistenca një gjykatë të tillë? Po, si që dihet, Zagrebi zyrtar ka një qëndrim shumë pozitiv për Republikën e Kosovës dhe njëjt e dim që Zagrebi e sheh gjykatën e Hagës si një gjykatë politike. Këtë mund të dëshmojmë edhe gjatë bisedimeve me eurodeputetët kroatë, të cilët i kam pas para një muaji, të cilët na kanë dhënë një mbështetje të hapur dhe shpresoj që së shpejti edhe ata do të dalin me një deklaratë. Shumë shpesh jam në kontakt me europarlamentarin zotin Ivo Davor Shtir, zotin Resne dhe Picula, dhe njëri që bisedojnë lidhje me këtë temë që është shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës. Mund të them që edhe gjatë forumit ekonomik që është mbajtur në Dubrovnik, vetë Ministri i Punëve të Jashtme të Kroacisë, Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës i ka thënë që ju nuk keni nevojë të trokitni në dyert tona, sepse dyert tona janë të hapura. Pra, publikisht dhe hapur kanë thënë që shteti kroat është një shtet miqdashës dhe një shtet i cili ka dyert e hapura për Republikën e Kosovës. Cila është qasja, sidomos e eurodeputetëve siç është Tonino Picula, i cilin Bruksel është edhe raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë? Po, qasja ndaj krerëve tonë është shumë pozitive dhe është një lobim i këtyre europarlamentarëve që janë duke bërë në Bruksel dhe shpresoj që së shpejti do të festojmë së bashku, pra do të na lirohen të gjithë anëtarët të cilët janë për momentin në Hagë. Prapë gjatë kësaj jave do të kemi një takim me dy europarlamentarë dhe së shpejti do të marrë informata të reja nga ata. A theksohet kjo shkelja të drejtave të njerëzit për shkak se raportet siç është ai britanikëve i kanë gjetur shkelje të tilla të drejtave të njerëzit ndaj katëshës së UÇK-s, të cilët po qëndrojnë nëse nuk ndryshon diçka tash 6 vjet me 5 nëntor në Hagë? Po, më herët thash se kjo shihet edhe si një gjykatë politike dhe këtu natyrisht që shihet shkelja e të drejtave të njeriut dhe kjo është, të themi ashtu, edhe një sulm ndaj politikë, ndaj vetë Republikës së Kosovës dhe për këtë arsye duke ditur edhe këta europarlamentarë se siç është vepruar ndaj heronjeve të tyre kroat, ata janë shumë të afërt me ne dhe na mbështesin po për këtë arsye sepse e shohin që Kosova dhe Kroacia e ka një fat të njëjtë sa i përket luftës dadhetare dhe çlirimit të këtyre dy vendeve. Dhe zonja Përlaskaj, si shihet nga autoritetet dhe institucionet zyrtare në Kroaci, në këtë rast edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme, kjo protestë që po e mban OVL e UÇK-s në Zar të Kroacisë sot, por edhe protestat e tjera që janë mbajtur në vende të tjera të Bashkimit Evropian, si ajo në Francë edhe në Hagë, vetë në Hagë pra. A ka mbase një përkraje qoftë edhe në prapaskenë nga institucionet kroate për gjithë ata bashkëdhetar që kanë udhëtuar drejt Kroacisë edhe nga vendet e tjera për qenë pjesëmarrës në këtë organizim? Siç e dim, pra protesta që mbahen kudo që mbahen duhen të paraqiten para organeve shtetërore dhe në këtë rast janë paraqitur dhe do të ketë shumë edhe mbështetje edhe nga anëtarët e luftës dadhetare kroate, veteranët e luftës, jo vetëm shqiptarë, por edhe kroatë. Në Zar kemi edhe arbreshët dhe ata njëjtë do të jenë pjesë
e kësaj proteste. Për momentin nuk gjindem aty dhe nuk e di se si është situata, kështu që nuk mund të jap ndonjë informat më të detalizuar, sepse protesta ka filluar në ora prese, unë e gjindem shumë larg prej Zarës. Do të filloj vetëm pas pak minutash në fakt dhe më bëri shumë përshtypje. Zonja Përlaska, ajo që thatë pak më herët, që nuk ka nevoj, pra i keni shprehur atë qëndrimin e juaj, Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, zotit Glauko Njufca, që nuk ka nevoj që të trokas në dyert e Ministrisë Punëve të Jashtme të Kroacisë, po në këtë rast të shtetit kroat për të kërkuar ndihmë, sepse këto dyert veç se janë të hapura. Do të thotë ka nisur lobime nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës, çka nuk ka ekzistuar më herët, prej momentit kur zoti Konjufca ka qenë vetë i pranishëm në fjalët përfundimtare në dhomat e specializuara të Kosovës në shkurt të këtij viti, por a do t'i bashkohet Kroacia dhe Ministria e Jashtme e Kroacisë Kosovës për të lobuar jo vetëm tek deputetët e Parlamentit Evropian, këtë rast sikurse e përmendët ju, por edhe tek shtetet e tjera veç e veç, për rëndësinë që do të ketë aktgjykimi i madh në shtator? Këtë deklaratë ka dhënë vetë Ministri Radman, që nuk ka nevojë që të trokitet në dyert e hapura, që ja ka përcjell Ministri të Kosovës. Sa i përket këtij lobimi, unë si këshilltare e Ministrit të Jashtme jam në bisedime me europarlamentarit dhe nesër do ta kem edhe një takim personal me Ministrin Radman po më në këtë temë, kështu që pak për shkak të vikendit s'kam pas mundësi që të takohem me to, edhe para vikendit ka qenë në disa udhëtime, por nesër e kemi një takim të përbashkët ku do ta diskutojmë këtë situatë edhe një herë, dhe njështu, si thash edhe më herët, jam në biseda dhe në kontakte me europarlamentarët kroat, dhe së shpejti do të kërkoj prej tyre që të dalin edhe ata me një deklarat, edhe pse më kanë premtuar më herët që janë duke shqyrtuar këtë gjë dhe që na mbështesin dhe që do të ndërmarrin çdo gjë që është e mundur për të ndërmarrë si një mbështetje për katëshën e Kosovës. Dhe pra po kthehem tek ajo, shpresoj që së shpejti së bashku do ta festojmë lirimin e tyre, që do të jetë edhe një fitore jo vetëm për ta, por edhe për shtetin ton, Kosovën. E qartë, faleminderit shumë, zonja Lekaj Përlaskaj, që ishit bashkë me ne, na ndahet këto informacione me ne, dhe natyrisht si jemi shumë kurështarë të dimë se cila do t'jenë qëndrimet, dhe mbas edhe përshtypja e Gordan Grlić Radman, kryediplomatit kroat, nesër e tutje pas kësaj proteste dhe pas gjithë zhvillimeve edhe në vetë tokën kroate. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, faleminderit. Mirë, ta shkoj me informacionet e tjera, është profesori eminent nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.